Në ndërkohë, e ndrojmë Bernard fotografi, në ndërkohë, doktor Ardit, shumë shpesh ju thuhet edhe pacientave me provu njëherë, qoftë me medikamente, me qitë gurin vetë jashtë. A provohet më shumë tek burrat a tek gratë, se tek burrat është pak më e vështirë? Tani këtu kisha pos dëshirë me bo një ndërhyrje. Ne në vendin tonë po sakt e rekomandojmë qashtu që që thoni, por protokollet nuk thojnë ashtu. Nuk thojnë protokollet? Jo, në asim njërë. Protokollet nuk thojnë që na me lonë veshken në hidronefroz, me vujt edhe hajde mos po e qetë, mos po e eliminon t'i gurin vetë. Sepse edhe eliminimi spontani gurit len pasoja të qajo veshk. E para që po rrën ndoshta një javë, 2 javë, 3 javë në hidronefroz, e dyta dëmtimi i kanalit urinar që po e bën guri, e treta derisa hajte eliminohet nga kanali urinar që qutur e në fshikën urinare dhe tutje jashtë, do me thona e kome lëndu edhe mukozën, e qasoj pjesës të kanalit kome bo edhe domet e tjera. Aq ma tepër që dëmon në bosë protokollë, na nuk guxojmë i thonë pacientit të po presëm dhe so po eliminon në mënyrë spontane. Duhet të bëhet zgjidhja. Atër zgjidhja cila është varet nga pozita e gurit, varet nga lokacioni i gurit, varet nga masia e gurit, varet nga smundjet e tjera shoqëruese. Ndoshta një pacient pas smundjet e tjera shoqëruese mundet me toleru një 2 ditë, 3 ditë edhe një hidronefroz e veshës, po një pacient që është për shembull me diabet, një ditë për tonë shumë e madhe, saj me njëherë shakton pionefroz, me njëherë mundet me radhën seps. Pro, varësisht nga pacienti, varësisht nga situata dhe nga sëmundet e tjera, duhemi të intervenojmë. Okej, hajde po supozojmë që nuk po fillojmë me njëherë procedurat me një laser për largimin e gurit. Ne duhemi të vendosim një stand që veshka mos më nejtë ojtë ne. Edhe atër po presim nëse ai guri eliminohet, shumë nëse ju atër na edhe ndërhyjmë përmes procedurave që po i quajmë laser. Doktor Ardit, met apo e vërtet pirja e birrave që qetë gurin? Met. Po adin qysh, me na thonë neve pi 2 litra ujë, qysh mi pi 2 litra. E mi thonë, hajde pim 2 birra, po mërë e bërë pi vjen ma letë. Mos e provani. Kështu që kjo është vesh ma shumë met. Met.